Atëherë ju përshëndes të gjithëve për pjesëmarrjen, veçanërisht zotin Skënder Veliu, që është drejtori ekzekutivi i Unionit të Romëve të Shqipërisë. Ditën e sotme menduam që ne të organizojmë këtë tryezë me Unionin e Romëve të Shqipërisë. Jo pa qëllim, Gazeta 77 News disa herë ka trajtuar problematikat e tyre. Do të donim të dëgjonim prej zotit Skënder Veliu se çfarë prioritetesh ka ky union, njëkohësisht dhe cilat janë problemet kryesore të komunitetit të Rom dhe çfarë duhet bëjë administrata publike në lidhje me këtë komunitet. Qëllimi i këtij unionit është zhvillimi dhe integrimi i këtij minoriteti në shoqërinë mazhoritare. Siç e dim gjithë që hallka më e dobët është te ky komunitet është problemet ekonomiko-sociale që janë vështirësia. Problemi tjetër ka të bëjë me zhvillimin shoqëror dhe së fundi si pikë 4 është zhvillimi dhe integrimi kryesisht e gjenerata e re, që është gjenerata e të rinjve, siç e shikoni që pjesa më e madhe sot në Shqipëri janë të rinj që ende në rrugëve, që pa arsim ose pa punë, pa strehim, familja e tyre që sigurisht janë në nevojë dhe nuk kanë një punë me këtë merren. Tani ne ndodhemi para dy vështirësive. Nga njëra anë do të thosha që komuniteti ka një mangësi lidhur me pjesëmarrjen aktive në arsim dhe nga ana tjetër është dhe shteti që me politikat e tija, mungesat që ka patur, nuk i ka afruar ose nuk i ka patur si thuaç në qendër të vëmendjes. Duke i marrë në një gamë të gjerë, do të thosha që mësuesi që është edukator, është ambasador, do të vlerësoja në këtë nivel, që ka të bëj pa dallim ngjyre, feje, ai është i kuq, është i bardhë, është i zi, mbi të gjitha është njeri dhe në kuadrin e Konventës Kuadër, ai gëzon të gjithë të drejtat si njeri të barabartë. Edhe duke qenë një edukator i mirë, atëherë ai ka pranuar që në gen apo edhe më gjerë, ai duhet të përfshijë në mënyrë të barabartë i japi frymën e edukimit për çdo fëmijë. Aspekti i parë që ne jemi përkushtuar fillon nga fëmijët. Fëmijët janë pambrojtur, janë dy lloj komunitetesh që kanë të njëjtat problematika, por nga njohja e atyre sa më afër botës atyre, të gjithë i marrin edhe i trajtojnë me termin rom, kur ka komunitet egyptian, ka dhe komunitet rom. Lidhur me kushtet e jetesës, ata janë të detyruar që qofshin fëmijët, qofshin gratë, këto dalin në mënyra të veçanta, si e si për të mbijetuar. Nëse nuk ka vullnetin shteti, atëre absolutisht asgjë nuk mund të riparohet apo të rregullohet. Është rregullatori do të thosha numër 1. Sot romët gëzojnë një vul, kanë emblemën e tyre, kanë një numër, kanë një statistik, prioritet për minoritetin rom dhe egyptian ngelet edukimi, ngelet arsimimi, është kulturë, është dije, është zhvillim, është integrim. Pa të ne nuk mund të bëhemi, absolutisht asgjë. Në vitin 2092 nëmëroheshin me kokra, do të thosha, deri në 4 ishin student nga minoriteti rom që frekuntonin universitetin. 92 deri 94% ka qenë numri i fëmijëve që kishin braktisur shkollën. Basi bëm analizë dhe filluam të bashkëpunojmë me drejtoritë e shkollave, me drejtoritë arsimore, nga 4 studentë që ne kemi patur në vitet 92-94, sot ne prezantohemi me qindra studentë. Shqipëria është e kompletuar nga baza ligjore. Po të kesh vullnetin politik, atëherë fillon dhe i zbaton ato që çfarë janë shkruar. Ne jemi kundra atyre që të merret një paketë ushqimore, edhe t'ia çojë asaj nënës. Është mëshirë në fund. Është mëshirë. Nuk është një zgjidhje. Nuk është një zgjidhje. Jo, vetë shteti duhet të afrojë mundësinë që të krijojë disa politika jo të krijohen, po të zbatohen, të jenë afër njerëzve. Projekti që unë drejtoj ka të bëjë me këshillimin drejt punësimit. Është një projekt i cili zgjat për 14 muaj
ka si synim të punësoj 30 të rinj. Këta të rinj janë të fokusuar tek komuniteti i Lezhës, komuniteti i Shkodrës dhe komunitetin e Kuçovës. Një ndër sukseset më të mëdha të projektit ka qenë hapja e një sere perimesh nga një prej përfituesve. Mendoj që edukimi është çelësi i gjithçkaje dhe fillesa ose zgjidhja e gjitha problematikave të cilat janë rrjedhë e mos edukimit. Duhet të bërë më shumë për regjistrimin e fëmijëve në kopshte, sepse që aty ata marrin edukimin për nivelet e tjera, domethënë ta konsideroj kopshtin jo si një vend që mund të kalojnë kohën, domethënë dhe prindrit mund t'i lënë atje, por që ta konsiderojnë si një institucion arsimor. Unë jam nëna 6 fëmijëve. Unë vuaj shumë, pas shtëpi pas 3. Gotën me 3 fëmijë, pas 3. Gotën tjetër pas 3. Me 3 fëmijë, ke rrugat Asim Shehu. Jam në një repart. Jo, kam një gazermë ushtarake që ka qenë më përpara. Fëmijët i kam pa punë. Me një pension 75.000 lekë. Që kam punuar 30 vjetë. Qa bjen jashtë, më bjen mrena. Do thuash se nga se vjen fëmija që nuk shko në shkollë. Ku i ka kushtet kjo fëmija? Kur shko në shkollë, hikën pa bukë. Kur hikën për shtëpi, pikon shtëpia, hikën pa larë pa shplarë fëmija se nëna nuk ka kushte. Pra deturojt fëmijat të largojnë nga shkolla edhe të dalit lypi. Jo më shumë se dje, vajta për të kërkuar punë. Në radhë parë luajti roli dallim racial. Pse? Sepse nuk e di. I thash, lexon këtu, kërkojmë pastruese. Dhe në moment që unë shkoj atje, më shikon një herë kështu dhe më thot, lini numrin e telefonit, se do t'ju marr unë. Unë kam 8 klasë. Di dhe të flas, di dhe të sillen. Atëre, ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. Zoti Skënder, ishte një eksperiencë dhe për Qendrën për Drejtësi dhe Solidaritet. Gjitha mendimet tuaja do bëhen pjesë të platformës Lëvizjes Shqipëria e Re. Ne propozojmë dhe bëjmë një apel institucioneve shtetërore, veçanërisht mësuesve në për ato klasat ku kanë nxënës të komunitetit rom, të pushojnë që nga dita e sotme diskriminimin ndaj tyre. Të gjitha institucionet shtetërore jo vetëm duhet jenë funksionale, por një orë më parë nuk duhet të shprehin racizëm. Çështja e lypjes nuk mund të zgjidhet vetëm me akte dhe me marrëveshje midis institucioneve, por problemi i lypjes, siç doli dhe nga kjo tryezë, zgjidhet nëpërmjet punësimit, nëpërmjet edukimit, nëpërmjet arsimimit. Mendoj që është një sfidë shumë e madhe që do kohën e vet Ministria e Punës, e cila e ka humbur misionin e saj, nuk ka çfarë më tepër të bëj për këtë komunitet, por ne gjithnjë kemi besuar në institucionet shtetërore dhe do vazhdojmë të besojmë te institucionet shtetërore, do vazhdojmë të kërkojmë te institucionet shtetërore. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. Ishte një nga tryezat që mendoj se kishte një pritshmëri, njëkohësisht kishte edhe një vlerë të veçantë për sa i përket komunitetit tuaj. Faleminderit.